Ministre e Mbrëmshme Albana Kociu të folë për përmytjet dhe për masat që do të mojnë qytetarët në të ditë vështira. Aksion! Ndoshta duket keq situata, po ka dhe më keq. Imagjinoj për shembull aty nga Afrika që s'kan ujë fare. Po çdo e keqe ka dhe një të mirë. Për shembull, ne si Ministri e Mbrëmshme dhe unë si Ministre e Mbrëmshme, domethënë, do të bëjmë disa tolerime për këtë kohë. Për shembull, për ata që ju kanë përmbyt makinat aty ku i kanë pas parku, për shembull, para se të përmbyshin, mos t'i kenë prapë pa frikë, domethënë, po se ke problem. Nuk do merrni asnjë gjë, asnjë gjë. Se sa ti e mund këtu, nuk ju prek njëri, domethënë. Lejni makinat aty, mos e lëvizni. Tash po ju vundeni nga këta të bashkisë në një gjop, ata nuk e di se nuk kam çfarë kam unë me ta. Në fundit, ata janë bashkia është tjetër, në ministria jemi të tjerë, domethënë. Po gjithsesi mos u mërzisni sepse shiu ka zënë që do pushoj këto ditë edhe me kismet, inshallah zbie prap një herë. Para se tash ç'a ti bëjmë ne se kemi ndor shiun. Tash ne çfarë kishim mundësia u bëm, ja dolëm në për terren, ju pam, ju ashu, po tash keq na vjen sa skapo. Ç'a them? Ju lutem, mos u mërzisni. Bravo! Durim dhe vetëm durim. Stop, e kemi!